Rikthehemi në terminal për të folur tani për aktualitetin politik. Partia Demokratike të hënën nis dhe përshkallëzon aksionin politik, nuk do të ketë më diskutime dhe debate vetëm në parlament, por do të zhvendosen ato përpara kryeministrisë, një foltore ku do të flasin jo vetëm deputetët, por edhe qytetarët. Parlamenti zhvendoset në bulevard. Kjo është pak a shumë thelbi, ndërkohë që priten të nisin dhe protestat. Për këtë dhe më shumë kemi Klevis Balliun, deputet në Partisë Demokratike. Mirë se erdhe, Klevis. Kënaqësia ime. Anesti Bajram Memaj, kolegu im gazetari politikës, për ndihmuar në këtë diskutim me Klevisin dhe aksionin e politikës. Të hënën Parlamenti zhvendoset në bulevard? Tani duhet të kuptojmë që pse po ndodh kjo. Janë bërë 10 seanca parlamentare, kemi patur mundësinë të diskutojmë vetëm në një seancë, që është absurde. S'ka ndodhur kurrë, s'ndodh në asnjë vend të botës. As në Shqipëri s'ka ndodhur kurrë. Ka qenë Gramoz Ruçi kryetar parlamenti, nuk mbylli kurrë seanca, kurrë. Ka kaluar buxheti pa asnjë diskutim për 20 minuta, që është një çmenduri. Armët që ka opozita në parlament janë ekzekutuar të gjitha. Interpelancat, ministrat nuk përgjigjen, as kryeministri nuk përgjigjet. Mocionet me debat, ministrat nuk përgjigjen. Seancat dëgjimore në komisione, ministrat nuk përgjigjen. Ç'është kuptim ka? Dhe çfarë dhe komisionet hetimore shkelën përsëri pavarësisht se ka një vendim gjykatës kushtetuese që opozita me 1/4, siç e kërkon kushtetuta dhe rregullora dhe gjithçka, mund ngrejë një komision hetimor. Kjo refuzohet. Pra këtu parlamentarizmi ka vdekur dhe mbyllet parlamenti sipas oreksit dhe dëshirës të qeverisë, që është një absurditet. Në këtë kontekst nuk po lejohet që ne të flasim as për problemet e qytetarëve dhe as të bëhen denoncimet. Atëherë lind nevoja për një platformë tjetër në shesh. Dhe kjo është një nga arsyet themelore. Së dyti, aferat korruptive të Belinda Ballukut me tunelin e Llogaras dhe Tigrin 1 dhe Tigrin 2 është e detyron një shoqëri të qytetëruar të reagojë ndaj të keqes dhe ndaj vjedhjes, se në të kundër ti bie dakord që le të vjedhin. Po çfarë fitoni ju duke dalë përpara kryeministrisë? Janë njësoj si çadrat e Lul Bashës në 2019. Me thënë, çfarë ndryshimi ka? Ju dilni, flisni aty, ai nëse s'ju ka dëgjuar atjes, ju dëgjon as këtu. Këtë më thonin mua për protestat tek bashkia. Edhe rezultoi që kishte një sukses. Po i le këta, këto do të vazhdojnë vjedhjen. Po i qëndrove? Ti duke folur. Velia ju arrestuar për shkak protestave apo për shkak hetimeve? Velia e pa protestat nuk arrestoi. Ishin një seri arsyesh. Po pa protestat nuk arrestoi. Se ajo do shkonte në heshtje si shumë afera tjera korruptive që kanë shkuar në heshtje në Shqipëri. Se ka pa fund. Afera korruptive që kanë shkuar në heshtje. Tani, Velia nuk është arrestuar, nuk akuzohet për aferat e bashkisë. Ato që denonconet ju para bashkisë. Sepse unë kam denoncuar para bashkisë se si parat e bashkisë Tirani marrin OJF-t e Ajola Xhoxhës. Dhe se si Ajola Xhoxha kishte marrë atëherë Bashkia e Tiranës u kishte marrë pronën qytetarëve të Tiranës, kishte marrë dyqanet e rruga Kavajës, ku bëhen galeritë me organizimet e Ajolës. Kam denoncuar ato, s'është e vërtetë ajo. Kemi denoncuar. Do të thënë nuk ka qenë fokusi tek patjetër që ato nuk e morën për incineratorët, se Staku kishte marakun se po tetoshin incineratorët Del Ramas, është vetëm Velia aty. Është problemi. Dhe në rastin e Belindës, ky është problemi që ka Rama, se Belinda është ajo që ne themi, patjetër, po Belinda nuk mund të bënte kurrë atë aferë korruptive me Turqin, sepse Belinda nuk i njifte. Ato i njifte Edi Rama. Tani, kthemi pak tek protesta nesër. Po jo, kjo është protesta, kjo është. Protesta është Belinda Balluku dhe sot në qoftë se Belinda Balluku është në këtë pikë, është sepse e ka çuar Edi Rama. Tani të kërkosh të merresh vetëm me Belindën, do thosh që s'ke që bën gomarit dhe ti bie samarit. Jo, ne i bim gomarit. Gomari është Edi Rama. Çfarë do ndodhi të hënën konkretisht? Të hënën do të fillojë një protestë qendres, platformë, ku do të jetë mundësia për qytetarët, patjetër dhe deputetët, do të flasin për interesat e qytetarëve që përfaqësojnë. Dhe mendoj që kjo është diçka shumë pozitive, është një platformë në të cilën mund t'i shërbej edhe gazetarëve, puna e cilëve sot është bërë shumë e rrezikshme, sepse po të flasësh kundër qeverisë, ikën nga puna, ose kërcënohesh nga krimi organizuar, se flet për bandat,
është një platformë për çdo pensionist që prej 12 viteve qeveria tallet, është një platformë për çdo artist që prej 12 viteve është mbyllur Galeria e Arteve, është një platformë për çdo arsimtar që prej 12 viteve nuk I rritet rroga, është platformë për çdo student që prej 12 viteve zgjidhja